Thot Allah, kush është ai që më jep bërgj mua? O Allah, o Zoti ynë, ti Zoti i depove të qiellit dhe tokës, krijuesi i gjithë shkafit, që furnizon gjithçka, edhe jep jetë, edhe jep ushqim çdo kujt, po lyp bërgj prej meje, qysh më ta dhonë në këtë bërgj? Këto është pojenta. Qysh do të më i dhonë bërgj në Allahun të lartësuar? Ku kemi borxhe të tura me Allah? A kemi qenë diçka? Kemi bënë bamirësi? A kemi bënë punë të mirë? A kemi folë fjalë të mirë? A kemi dhënë dikujt një edukat të mirë? A kemi bërë do punë që kemi shtin Allahun bërgj, edhe pse Allahu këtë bërgj na i ka dhënë neve prej, do të thjesht bamirësisë ti për arsye se Allahun s'u shtek kush bërgj. Allahu na ka dhënë çaq shumë sa që krejt njerëzit më mbledh edhe me punu edhe me bëj ibadet vetëm për një njeri që na lajnë Allahu. Allahu i lartësuar kur i përmend muhsenat, kur i përmend bamirësit, i radhit në grupin në grupet e njerëzve që janë të shpëtuar. Mirë, po kur Allahu lyp prej njerit diçka që Allahu duket i panevojshëm për ta dhe njeriu nuk ka mundësi me ia dhënë, atëherë ku është sekreti i kësaj? Të nderuar vëllezër besimtar, një thirrje interesante e cila po përsëritet 4 herë. Thirrje shumë interesante duke pas parasysh nga kush po vjen, kujt po i drejtohet dhe çka përmban kjo thirrje. Thirrja është prej Allahut të lartësuar, e cila është përsëritur në Kur'an 4 herë, ndërsa po i drejtohet njerëzve çka po i kërkon Allahu përmes kësaj thirrje. Ne e dimë se Allahu i lartësuar përmes Kur'anit edhe ajeteve koranore i kërkon njerëzve që të veprojnë punë të mira, të largohen prej punëve të këqija, të bëhen njerëz të devotshëm, të bëhen njerëz të sinqert, të largohen nga syfaqësia, nga të gjitha ato punë të cilat i urrejnë Allahu dhe nuk është i kënaqur me to. Kto janë të zakonta dhe i kuptojmë lehtë. Mirë, po kur Allahu lyp prej njerit diçka që Allahu duket i panevojshëm për ta dhe njeriu nuk ka mundësi me ia dhënë, atëherë ku është sekreti i kësaj? Të nderuar vëllezër besimtar, kjo thirrje vjen prej Allahut që besimtarët me i dhënë bërgj Allahut. Men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Thot Allah, kush është ai që më jep bërgj mua? O Allah, o Zoti ynë, ti Zoti i depove të qiellit dhe tokës, krijuesi i gjithë shkafit, që furnizon gjithçka, edhe jep jetë, edhe jep ushqim çdo kujt, po lyp bërgj prej meje, qysh më ta dhonë në këtë bërgj? Këto është pojenta. Qysh do të më i dhonë bërgj në Allahun të lartësuar? Fillimisht, të nderuar vëllezër, Allahu po e din tabiatin edhe natyrën e njeriut që me dhonë prej pasunisë ti pa kompenzim është e rëndë. E rëndë është për nefsin. Me dhonë diçka që nuk pret kompenzim prej saj, aq më tepër kur e rëndon shejtani e bën edhe më të rëndë. E Allahu i lartësuar për mos me i lyp direkt njeriut, po ja lyp në formë të borxhit. Men dhe alladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Allahu thot, kush po i jep Zotit bërgj të mirë? Këtë thirrje po na i bën neve, mua e ty, edhe çdo besimtar i cili beson në fjalën e Allahut të lartësuar që është Kur'an. Çfarë borxhi të mirë po lyp ka Allahu prej neve? Par borxhi, qysh Allahu pas ka nevojë për borxhin tonë? Jo, të nderuar vëllezër. Allahu është i panevojshëm për gjitha krijesat. Mirë, po Allahu po na thot veproni mirë, edhe punoni mirë, edhe jepni për hir të Allahut të lartësuar në mënyrë që kjo më llogarit për ju e bërgj. Nuk ju shkon hoç. Nuk ju shkon hoç sepse shejtani ya'idukum al-faqr. Shejtani vjen edhe sa herë don me dhon ti pa kompenzim, thot kemufik. Pastaj Allahu thot uhdirat al-anfus ash-shuh. Nefsi njeriut, uni njeriut është i brumosur me tamaqallëk. E tash Allahu i lartësuar por mos me bë kërkesën e tij, në çat formë që shumë prej muslimanëve thonë jo, Allahu po e bën pak më të butë, pak më të këndshme, pak më tërheqëse, apo më jep bërgj, kur ma kthen. Nëse të lyp dikush bërgj prej njerëzve, çka kemë i thonë? Fjola por kur ma kthen? Allahu i lartësuar ka mundësi mos m'ia kthej borxhin njeriut. Wa man asdaqu min Allahi qila. Kush është më i sakt, më i sinqert, edhe më i përpikt në fjalët e tij dhe premtimet e tij se Allahu. S'ka, mon Allahu ka me kthy këtë bërgj. Mirë, kur e kthen botën tjetër. Të nderuar vëllezër, kjo formë e thirrjes së Allahut të lartësuar e ka vlerën e vet në çdo kohë, në çdo vend dhe për çdo njerëz. Sidomos në kohën tonë kur është materializuar gjithçka. Thuaj se gjithçka është bë materiale. Thuaj se njerëzit kanë filluar me materializu pak a shumë edhe disa prej riteve fetare. Edhe duke u nisur nga kjo, hala ka njerëz, hala ka të tillë që i thënë vetes musliman, edhe kanë bindjen se na vim këtu në xhami për arsye se na jep dikush, na pagun dikush. Kush i pagun më gjithë ta njerëz që falen? O njeri. Kush i pagun?
Mirë po kështu është bindja. Pse? Sepse ajo është materializu fune krye, edhe nuk ja merr mendja atij që me ardh dikush në xhami, me I kalu 1 orë edhe mos më I dhon kërkush pagesë. Hiç pagun kërkush, 1 orë rrin çaty ngan edhe s'kërkush pagun, kërkush pagun Allahu. Unë jam të I bërsh te Allahu. Se kap këto. Nuk e kap këto për arsye se është materializu fune krye. Edhe për ata e pyet edhe hoxhën, e pyet atë tjetrin ligjëratat që I mon. Derisa që I mon, pagun dikush, Allahu me pagun, s'ka mundsi. Se s'ka mundsi në logjikën e tij se është materializuar gjithçka vëllazër. Edhe sot ajo që është e përhapur, edhe po tentohet më përhap popullin ton, se këta janë të shitur, këta punojnë me parë, setja. Për arsye se ai ndërgjegjjen e tij e ka të ndërtuar mbi parë. Nuk ka mundsi me lëvizje pa parë. Ata I tjerë çish po lëvizin pa parë, s'ja ka. Pse? Është materializuar fune kry. Edhe ai që shitet, edhe ai që përpore bën gjithçka mendon që krejt njerëzit janë të tillë. Pastaj të nderuar vëllezër, sot nëpër mohabetet tona. Na po vim deri te xhamia. Hym në xhami, hala të bëj mohabet, çka kemi shit, çka kemi blej, çka kum fitu, çka kum hub. Qysh e kum mbyll pazarin sot, qysh kam e dal nesër. Po mirë për vëllazëri, nëse çtu në xhami kur të vinë, çtu nuk lidhemi me Allahun, edhe nuk lidhemi pak me ahiretin, edhe nuk bëjmë ambient të ahiretit, kur na me jetu ambient të ahiretin të botë. Te shtëpia jo, në punë jo, në biznese jo, në llogaria jo, në matematika jo, mirë. Kur edhe në xhami kur ti bëjmë këtë mohabete, çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që ka filluar më nahi materialja edhe në palc. Hym te xhamia, harrojmë që jemi të ardhur te Allah. Harrojmë që jemi të ardhur në gosti të Allahut. Edhe Allahu është të na prit. Me këpritin është të na bë Allahu në xhami, mirë. Na derisa të hym sa thirrët I kameti, halatu të I bë llogarit, edhe të tregon njëri tjetrit se çka kemi bler, çka kemi shit, çka kemi hub, çka kemi fitu. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që shtëpia e Allahut, që do të më na I kujtu ahiretin, I bëjmë pazaret e dunjos. Edhe llogaritë e dunjos. Kur për ahiretin menu? Kur me menu për llogarit, edhe kur me I dhon borxh në Allahut lartëson. Kur kret mohabeti I kum dhon borxh, kam et borxh, si kum dhon borxh, ma ka kthy borxh. Borxhet e njerëzve, kur me I dhon na borxh Allahut lartëson. Pastaj edhe në mohabete të tjera që I kemi të përditshme. Nëse dikujt I themi se filani është të ma lyp qiken për djalë, çka kena me vet? E vetëm ja kemi më thon, kish ranat. O qysh ish djali me karakter? A kish njerëzillok, a kish fe, a kish din, a kish iman, a kish karakter? Jo. Unë që kish ranat, a kish pore. Mirë. Mirë pas keron meq. Pse në meq? Keron pore, për arsye se jemi zhyt për ngetë. Jemi zhyt materializëm edhe ka fillu me na kap materializëm. Kështu, dikush prej prindër edhe djemt I vlerëson bos pareve dhe rrogave që ja bin, edhe parët që ja jep. Që të e kam më të mirin, se sa herë të vjen mbjen diçka. Ai që s'bjen, se ki djallë ata? Se ki djallë? Po e kam djallë, po çka me I bën që zemra ka fillu me materializu, edhe me pa vetëm anën materiale, edhe me nxjerr prej natyrës së prindit, me nxjerr prej natyrës së burrit dhe gruas. Madje edhe shumë marrëdhënie edhe raporte mes gruas dhe burrit kanë filluar mu shiku si interes. Do thonë çka bën kjo? Për mua ose ky burr a është në gjendje më vonë çka është gjendje kështu. Edhe sot e kemi problemet që I kemi. Pse? Sepse ata e shohin njëri tjetrin partner të interesit për bashkët. Jo partner për me ndërtu diçka të madhe që quhet familje. Edhe që familja është mbi materializëm, e pastaj me respektu njëri tjetrin, e me ndërru njëri tjetrin, e me hesë rrugës Allahut dhe me fitu xhenetin. Jo, këto kuptime janë zbej shumë. Janë zbej shumë edhe për ata dhe ka fillu me I hub kuptimi edhe lidhjeve martësore dhe martesave. Edhe duhet më do prej burrit. Pse? Për arsye se po bie pak rrugë të shtëpia. Ai burri thotë gruaja s'po I vjen rrugën të shtëpia. Do von gjithçka sillet rreth rrugës edhe rreth pareve, sepse kemi filluar me materializuar vëllazë. Dorsa Allahu po na I bën këtë thirrje, men ledhi yuqridullahu qardan hasana. Kush po jep Allahut borxh? A kemi mendu këto? A kemi mendu se çka po lojmë për Allah? Nëse unë punoj gjithçka me kompenzim, e që nuk është e ndaluar, edhe çka të punoj, ma kompenzoj njerëzit, çka po jet për Allahun? Çka ke punu për Allahun që Allahu më ta kompenzoj? A duhet me quë dhe diçka në botën tjetër? Do borxha, a duhet me I lënë llogaritë ahiretit dhe në kontot ahiretit? Po vallahi Allah bëhet po. Nëse Allah bëhet kush ju më jep borxh të mirë, kush jep Allahut borxh të mirë, ka më ja kthy shumë fish. Kush ta kthen shumë fish? Allah I lartëson. Vetëm se duhet me qenë të bindur në premtimin e Allahut, duhet me qenë të bindur se ajo që I pët borxh Allahut përmes punëve të mira, përmes bamirësisë atyre që kanë nevojë edhe në forma të ndryshme, e që sot ka filluar me uzbej shumë. Shumë ka filluar me uzbej, ndërsa Allahu I lartësuar kur I përmend muhsenat, kur I përmend bamirësit, I radhit në grupin në grupet e njerëzve që janë të shpëtuar, që kanë shpëtuar botën tjetër. Ndërsa na çfarë do të bëjmë? Do të lëshojmë rrojën këtë botë, punojmë, mirë, gjallënojmë, mirë, po jo gjithçka me materializohet në rrugë. O musliman,
Na jetojmë për dunjë, po na jetojmë edhe për ahiret. Na jetojmë për dunjë, i kemi llogaritë dhe matematikat e dunjës. Mirë, po jetojmë edhe për ahiret, se atje kemi me shku. Edhe atje shpresojmë me hinë xhenet. Edhe atje shpresojmë na dorë llogarimia, kështu që do të më bëj matematika llogari edhe për atje. Pikërisht në sajë të kësaj pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë po i thotë shokëve vet, të cilët gati thuja se nuk gjenin bukë për me hukë në kohën e thatësisë. Edhe pa ankohet, njëri s'ka hamur 2 ditë, tjetri ashtu, tjetri kështu, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam: o musliman, o shokët e mi, unë nuk ja kam frikën juve muslimanëve për varfërisë, se kam ju hub varfëria, kam ju deviju. Unë kam frikën se kam ju hub malli dhe pasunia. Edhe keni me garu pastaj, edhe keni me bë gara në tonë, edhe kam ju shkatru pasunia dhe dunja që i ka shkatru ata që ka qenë para jush. Këtu do bënë është qëllimi që me edhe me udhon pas dunjas dhe me haru ahiretin. Me bon vetëm matematika dunjas, vetëm borxhet dunjas. S'ka njeri sot të mushet mene që nuk është në borxhe me njerëzit. I ka borxh, ka vonë borxh, ja pret borxhit. Ku kemi borxhet tura me Allah? A kemi qenë diçka? Kemi bënë bamirësi? A kemi bënë punë të mirë? A kemi folë fjalë të mirë? A kemi dhënë dikujt një edukat të mirë? A kemi bërë do punë që kemi shti Allahun borxh, edhe pse Allahu këtë borxh na i ka dhënë neve prej dhuntisë dhe mirësisë tij, për arsye se Allahu s'u shtekon kush borxh. Allahu na ka dhënë çast shumë saqë krejt njerëzit më mbledh edhe me punu edhe me bëj ibadet vetëm për një njeri që na lajn Allahu të. Mirë, pa kemi bë këtu sana. Nëse kemi bë mirë, po nëse s'kemi bë do të më bë këtu. Do të më bë këtu për arsye se çati kemi me shku, çati kemi me jetu, Allahu po na thirr, Allahu po thot dërgoni borxh. E keni një konto të ahiretit çati. Mos harroni me shtypë kanë. Mos harroni me gjujve diçka atë. Sepse kontot e dunjas marrut u lodh me to. U lodh të u stërlodh. Mu ka blloku konto, ma kanë blloku konton, ma kanë blloku konton. Sumet kur gjon konto, dulin konto, hinin kontos. Na u ka vojë ta konto e dunjas. Edhe në fund po e lëm me ka krejt. Ko konto e ahiretit. Se cili leta hulumton edhe leta pyet veten e vet. Konto e ahiretit ta mone. Sa kum shtin aty. Sa kum shtin aty? Sigurime që me marr pensionin në botën tjetër, e pensionin në botën tjetër nuk mirët me pare. As nuk mirët me miliona, po mirët me diçka që është më e madhe se miliona, të cilën e ka përmtuar Allahu i lartësuar. E lutem Allahun e lartësuar që pasurinë na jap fillimisht pasuritë harit. Pastaj ato ta bëjnë për neve mjet vetë sa më jetu. Edhe me gjallëmu me to, që mos më hin hak kërkujt, mos më shkel hakën kërkujt edhe mos më harru Allahun e lartësuar. Lutem Allahun e lartësuar që edhe tek Allahu të dërgojmë vepra të mira, punë të mira, edhe i deponojmë do borxhe të cilat Allahu ka më na i la shumë fish, e kur Allahu thot shumë fish, atëherë dihet sa është fuqia e tij, dihet sa është bujaria e tij, dihet sa është mëshira e tij dhe dihet sa jep ai. Allahu na i përmirësoj gjendet tona në dunjë dhe në ahiret, na bëf më kthy nga feja e tij, më ka për fejnë Allahut të lartësuar, sepse këto është shpëtimi në dunjë dhe në ahiret. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.